Sot do të mësoj lutjen që apostujt mësuan nga Jezusi. Jezusi i mësoi ata se si të luten dhe ai ju tha: "Lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, ushenjtëroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, dhe na i fal fajet tona ashtu siç ne ja u falim fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen." Ti e gjen këtë tek Mateu 6, rreshti 9 deri në 13. Mëso edhe ti të lutesh si Jezusi na mësoi. Këtu Jezusi lutet në numrin shumës. Pra Zoti na ka zgjedhur që të lutemi në numrin shumës, të lutemi për të gjithë njerëzit. Lutu edhe ti për të gjithë njerëzit. Të bekoj.